Tani do të vazhdojmë me ndarjen e çmimeve për kategorinë R&B, të cilët ftojmë në skenë kolegën nga Klan Kosova, Liberta dhe Alaudini. Derisa të vinë në skenë kolegët tanë nga Klan Kosova, pra, Liberta dhe Alaudini, ne i shohim edhe të nominuarit në këtë kategori në Zhurma Awards. Best R&B Female. Okej, mirëmbrëma. E po atë pra nominimet për Best R&B Female, 5 femra të mrekullueshme, R&B-a një prej zhanreve që më shumë ti po bën bujkove të fundit edhe po prodhohet muzika më e mirë në R&B për minimin tem, ashtu. U fol pak më herët për një tërmet që kam ardhur këtu në Xhiran, e po ndoket që po ndodhesh tash. Best R&B Female shkon te Adelina Berisha. Mi mbrama gjithve, mas pari ju kësha thonë krejtve që po dokni shumë bukur. Për Zikon, që ka me fol, unë jom rrit me Zikon, atëherë kur gjithë këngëtarët, edhe pse kam qenë për fëmi, kur kam këndu për fëmi, kur gjithë këngëtarët kanë ndruar të kenë një menager, unë e kom pas Zikon menager, faleminderit shumë. Edhe pse s'ja kom thonë ai herë, i thom një fjallë shumë të madhe që është njëri ma punëtor që kom njoft edhe njëri që s'dorzohet kur. Ziko, je i madhë. Faleminderit shumë.